Përshëndetje. Jam me zotrin nga Ndroqi Tiranës, Sovjet Nuri, I cili është 70 e sa vjeç? Eci për 79. 79. Ne jemi njohur bashk në vitin 2022. Po. Dhe ty të ka dalë një vendim pensioni italian nga INPS në datën 1 nëntor 2022. Pra po themi diku të 4 vite, a? Po. Pra para 4 vitesh ke marrë një pension italian. Në atë kohë nuk ka pasur një marrëveshje për pensionet midis Shqipërisë dhe Italisë, sepse jemi vitin 2026 tani. Me çfarë ligji e more ti atë pension? Si emigranti? Si emigrant, I kom qenë me dokumentum. I rikthyer, dhe ti hoqë do nga dokumentat italiane apo jo? Nuk e ke marrë rezidencë italiane? E hoq djali se ashtu, ai nuk ishte qenë rëndësi me hek, pa ai gaboi mua në e hoq. Ashtu I thonë. Edhe kishte qenë gabim, që hoq. Po, pse të thash gabim? Sepse ti tashmë ke moshën 79 vjeç. Po. Ti duke pas rezidencë, ka qenë 2 ligje në atë kohë, 2022 para 4 vitesh kur jemi takuar. Ose si 71 vjeçar, nëse kishe mbi 5 vite punë në Itali, Po. ose si 67 vjeçar dhe hiqe rezidencën kthesh në Shqipëri. Në atë kohë, se tash me marrëveshjen nuk duhet të heqësh asnjë lloj rezidence. Është krejt ndryshe me ligjin e ri me marrëveshje për pensione për bashkimin e viteve të punës që doli me 1 korrik 2025. Shqetër muhabet. Por ne kur jemi takuar në atë kohë kanë qenë ligje të tjera. Dhe në atë kohë ti nuk duhet ta kishe hequr rezidencën, po gaboj djali e bëri. Ashtu I thonë pa ne. Gaboi. Edhe u penuaj që hoq se E kuptoj. çdo gjë ishte shkoshë për vizitë ishin pa lekë pas I sam. Nuk ka qenë nevojshme ta hiqë rezidencën, dhe mirë do kishte që mos ta kishe hequr në atë kohë. A kishin faj ata që e bon? Kush ata? Ata Komuna? komuna e Italisë. Po kur e kërkon ti komuna, do t'japi atë që kërkon. Po e ka kërku djali jo, kështu që e ka bërë gabim kërkesën djalin këtë rast, nuk mund t'ja vim fajin komunës. Jo, ku boni letrët, atje një vend tjetër ishte. Ana I thonë që do ta heki atë I thaja. E kanë informuar gabim. Informacioni është pushtet, them gjithmonë. Pse? Të një informacion I saktë ty do bën me pension, një informacion I gabuar të heq rezidenca po të shkakton dëme që ty s'ta mërmendja. Gjithmonë duhet jeni shumë të informuar, me saktësi, dakord? Tani, ti ke punuar sa vite në Itali? 7 vite që kam punuar me letrë, se kam punuar kam qenë shumë emigrant. Emigrant me periudha më të gjata se 7 vite. Kam punuar, kam filluar në Greqi në 82-shin, kam punuar 3 muaj, kam shkuar në Itali prap emigrant, kam punuar 2 vjet. Më tha u ktheva se rritin kanë marrë mua. Jo më shmeni I kuçuni. Ke punuar me rregulla nga viti 2000 deri në 2007. Me rregulla me siguracione, se pa rregullani nuk I futemi fare atij muhabeti, ja. Se të gjithë emigrantët vinë thonë, un kam 20 vjet që jetoj në Itali, më dalin 5 vite siguracioni, 15 në Zez. Ato nuk quhen. Jo, nuk quhen ata. Gabim keni bërë që keni punuar në Zez, unë të vazhdoj të këmbul shumë. Nuk ishte bërë dokumentet, në 93 nuk ishte dokument. Se nuk punoshim në Zezon. Po shkova bën dokument që mund çuni. Komit 99. Ne të ja 2-3 muaj pa shumë punon shumë Zez. Mos ai kanë punë në siguracion. Në 2000 deri në 2007. Okej. Tani për ato 7 vite, para 4 vite shumë mbaj më që do doli 200 euro pensioni. Aktualisht të ka shkuar sa? 220. 220. Pse të ka shkuar 220? Sepse është inflacioni të dashur emigrant. Është inflacioni, domethënë çdo vit çka do rritu nga pak pensioni, nga pak, që rriten çmimet, rritet pensioni ose rriten rrogat. Rastin tonë rriten pensionet për pensionistat. Kjo është ajo rritja pse vjen. Vite I japin dopje. Tredicesima, pra pensioni 13 ose rroga 13 kush është me punë dhe me rrogë, Tani sot ti ke ardhur për një arsye, sepse ne çdo vit bëjmë gjallësën, ezistenca in vita. Pra për çdo pensionist një në vit për pension italian do të bëhet kjo procedurë, që ti je gjallë. Dhe është një formular që ty të vjen në shtëpi, në droq. Po, të vjen nga Anglia me post, nga Citibank, do thonë publiko pse nga Anglia. Është një bank Citibank e cila ndodhet në Angli me urdhër të INPS-it të çop të formularin. Modulo di ezistenca in vita. Të vjen dhe ty të paraqesin në ambasadë për të bërë që je gjallë. Këtë vit nuk të ka ardhur, ndonjëherë që nuk vjen. Dhe pastaj ndërhyjmë ne që e kërkojmë këtë modulo, këtë formular që të na vi
Dhe ta dëshdojmë ty kur të më vi, të njoftojnë telefon që të erdhi, ti merr dhe të çojmë në ambasadë, okay? Për të bërë këtë procedurë. Se kjo është procedura që do ta ndjekim me çdo pensionist vit pas viti. Se cili nga ju e ka këtë procedurë të detyrueshme. Është ajo. Se gjallë ose gjallë sistemi para ka të do. Se po si e gjallë, ndërpritet pensionin, ndërpreset, normalisht. Është një temë jo e këndshme, por duhet ta themi. Normale. Edhe një gjë tani, nuk është fare e këndshme, por do ta them. Kur ndron një jetë bashkëshorte ose të e kundërta bashkëshortja, 60% e pensionit i kalon partnerit, partneras. Po do të vi ta bëj kërkesën, nuk i kalon automatikisht. Pra gruas tënde, kur bas 100 vitesh që do ndrojmë jetë, diku tash si me ta vdekshme. Nuk di asë edhe nesër. Bas 100 vitesh, jo. Bas 100 vitesh, gruaja do vi të kërkojë 60% e pensionit tënd. Do vjep ja porosi gruas, dhe dam edhe një porosi publike. Është edhe e kundërt, kur e ka marrë gruaja dhe burri i takon të marrë 60% pensionit italian. Ndërsa në Shqipëri është ndryshe, është gjysma e pensionit, 50% e pensionit quhet pension familjar. Pra kur e ka marrë partneri, ka dy lloj, pensionit di reversibilità dhe pensioni indireta. Në rastin konkret do jetë di reversibilità, nuk është indirekt, sepse ti je gjatë titullar i pensionit, je tashmë një pensionist në fuqi. Mirë. Do shihemi shumë shpejt. Shumë faleminderit. Do të prit njoftime nga mua sa të më vi formulare. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Zof.